بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ne do t'i tregojmë ti ngjarjet më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'ani, e ti me të vërtet nuk I ke ditur këto më parë. Unë quhem Dr. Lawrence Brown. Jam me shtetësi amerikane dhe jam musliman. Sikur që edhe ju e ndjeni, një emër Lawrence nuk ju jep kuptim islam apo emër muslimani. Por ja sot unë po arrëfej historinë time që më ndryshoj jetën e dynjas dhe jetën për ahiret, inshallah. Sikur edhe shumë njerëz të tjerë në Amerikë, linda në një familje protestante dhe vazhdova të jem protestant nga tradita. Kjo do me thonë se isha krishter tradicional. Sikur edhe në fe tjera që ka shumë njerëz që lindin dhe vdesin, por e din se I kanë takuar një feje vetëm për shkak se prindërit e tij I kanë thënë ashtu. Pas përfundimit të studimeve të mia në Universitetin Cornell në Amerikë, arrita karrierë të madhe dhe sikur edhe shumë mjekë të tjerë dhe akademik të tjerë, tema Zot, fe, lutje e tjerë nuk kanë qenë temë të ditës tonë, nuk na preokuponte fare. Në të kundërtën, unë dola edhe nga besimi I familjes time dhe kalova në ateizëm, sikur edhe shumë mjekë të tjerë. Ne jetonim, punonim, grumbullonim pasuri dhe dëfreheshim me jetën e kësaj bote. Ishte një jetë si në ëndër. Jeta ime reale dhe ekzistenca ime e vërtet filloi në vitin 1990. Në atë vit më lindi vajza ime, bia që e deshta përpara lindjes së saj. Aq tepër ju gëzova lindjes së saj, sa që edhe unë vetë habitëm nga erdhë krejt kjo dashuri. Për fatin tim të keq, ajo lindi me arterje të ngushtë të zemrës dhe në momentin e lindjes u hetua kjo gjë qartas. Gjysma e poshtme e trupit të saj, që nuk ishte më e madhe se 2 pëllëm të dorës, ishte e kaltërt e errët apo e nxyrë. Më njëherë kuptova se në atë pjesë të trupit nuk arrin oksigjen, gjë e cila shkakton këtë ngjyrë. Fëmijët që linden në këtë smundje vdesin, por me vdekje të vështirësuar. Prandaj, sa më shpejt që është e mundur, duhet operacion dhe zgjerim I kësaj arterie. Me rritjen e trupit të foshnjës, pas pak viteve, duhet ndërhyrje tjetër operative, nga se zgjerimi I parë I arterieve nuk mjafton për trupin që rritet. Edhe krahas këtyre ndërhyrjeve operative, në shumicën e rasteve këta fëmijë përfundojnë me vdekje. Kjo situatë më rëndoi jetën time, ma vështirësoi punën time dhe koncentrimin. Gati isha në fazën paradepresive. Më herët, kur kisha probleme në jetën time, I zgjidhja lehtë dhe pa lodhje të madhe. Nëse më duheshte pasuri, e gjenja atë shpejt. Nëse më duheshte të rregulloj shtëpinë apo diçka tjetër, ose e bëja vetë, ose me një telefonat të thjeshtë, u kryeshte gjithçka. Këtë radhë nuk ishte ashtu. Edhe pse operoja vetë dhe kisha mundësi të ndërhyj si të dua dhe kur të dua. Por jo. Tash më duhet një fuqi më e madhe, më shumë se mjekët dhe shokët që I kisha afër.
Vajza ime hyri në sallën e operacionit në spitalin George Washington. Atë e ndjekte një ekip i profesionalizuar nga kirurgjia e fëmijëve. Ata u mobilizuan edhe më shumë kur kuptuan se vajza është bia ime. Gjithçka ishte në gatishmëri. E solla vajzën me duart e mia deri aty, edhe pse e dija se edhe nëse del me operacion të suksesshëm, pas një kohe do të vdes. U futa në një dhomë të ngjitur me sallën e operacionit, qëndroja vetë, kurse gruaja ime në dhomën e saj të lindjes. Tani kuptova se edhe krahas karrierës time të madhe, fuqisë dhe mjeteve të fuqishme financiare që kisha, nuk kisha asgjë. Tani kuptova se nuk vyj për asgjë. Nuk i hyj në shërbim as vajzës sime, të cilën janë 9 muaj të plota, po e pres t'ja shoh sytë, që i ka më të vogla se një rrus qafe. E duart aq të buta, se që nuk di do të ku fshehen eshtrat e saj në atë dorë. O, Zot, po sa e ka zemrën e madhe që ajo tani po operohet. Në këto momente hetova se përmenda fjalën Zot. U kujtova njerë dhe thash, e pse mos i drejtohem kësaj fuqie të madhe? Ndoshta më ndihmon. Në ndërkohë mendova se duheshte t'i drejtohem atij. Në fakt nuk di as si të lutem, as si ta thiri. Në fakt edhe më vinte disi e kot kjo punë, nga se kur nuk e kam bërë më herët. Nuk dija në fen e kujt t'i lutem, në fenet të krishterëve, të qifutëve, të budistëve, apo të kuj. Më vinte disi turp t'i drejtohem një farë Zotit, që nuk e di në fakt a ekziston apo jo. Por kuptova që nevoja ime e mundi turpin tim. U ula në 2 këmbët e mia dhe nisa të lutem si pas asaj që më thoshte zemra, si pas asaj që më udhëzonte shpirti. Ngrita duart lart dhe thash, o Zot që je lart diku, nëse je. Unë nuk të shoh, por ndoshta ti më sheh. E nëse më sheh, të them se kam nevojë për ndihmën tënde. Kthema vajzën time, kthema dritën e syve të mi. E nëse ma kthen, të premtoj se as unë nuk do të haroj. Të premtoj se do të hulumtoj edhe do t'i studioj të gjitha fejtë, deri sa të gjej fen me të cilën ti je i kënaqur, e që je rasi. Vazhdova të fol dhe të lutem, o Zot, o Zot. Diku 15 minuta zgjati kjo kohë. Të ju them të drejtën, as që e kam hetuar sakt sa ka zgjatur, as që e kam parë botën për rreth meje. Isha zhytur aq shumë në lutje, sa që nuk e kishta hetuar as veten se ku jam. Shumë qasti mirë, shumë qasti ëmbël i jetës sime, kur nuk e kisha përjetuar atë vetmi, që nuk jam ndjej fare i vetmuar. Pas lutjeve të mia, disi mu qetësua zemra. Pas krejt atij stresit dhe frikët të madhe, nuk di çka ndodhi, por trupi im dhe shpirti im u bën rahat. Këtë qetësi e prishin një informiere që më kishte kërkuar gjithandej. Doktor, o doktor, ku je? E hapa derën dhe po i them, urdhro. Mu kaputën këmbët. Operacioni duhet të kishte zgjatur më shumë. Çka u bë?
Gjithandej më shkonte mendja ka e keqja. Eja shpejt, më thot ajo, eja se të presin kolegët e tu. Po nisemi për në salën e operacionit. O, sot sa e gjatë mu duke kjo rrugë. Arritat e krevati i vajzës time me gjoksin e hapur. Me njëherë hodha shikimin të aparati i pulsit që të shohë nësa a ishte ndalur dhe gjithë shka kishte mbaruar. Po e shohë aparati dhe fishklima e ti punojnë. Vijat që matin pulsin dhe të rahurat e zemrës punojnë. Ju drejtova kolegëve dhe i pyes, çka u bë? Më thuajnë, kolegi nderuar, me hapjen e gjoksit dhe ndepa e prekur zemrën, filloi gjaku dhe oksigjeni të qarkullojnë normal. Besojmë se ka pasur nevojë vetëm të hapet gjoksi dhe me pak prekje arteriet u hapën në formë normale. Kjo ndodh nga njëherë në operacionet tona, edhe pse është e paqartë si mundet një çështje e tillë, thanë mjekët, duke dashur t'ja bëjnë për hajër operacionin e suksesshëm, edhe pse ka qenë vetëm një prerje e jashtme, pa ndërhyrje të brendshme. Ata folnin dhe dëshironin t'i argumentonin si mund kjo ndodhi të spjegohet me medicinë. Por mua më kujtua ai të cilin e luta dhe i premtova pak më parë. Ata nuk e lidhen këtë çështje me Zotin, por unë po. E kuptova se Zoti ishte lartë. Atje, edhe këtu, edhe aq thellë, ku nuk depërtojnë gërshërat e mjekësisë. Ata si duket gjetën argument logjik se si ndodh kjo çështje. Por unë jo. Por mua nuk pat argument logjik, por ndërhyrja e Zotit, të cilin unë me vite nuk e kisha besuar. Vajza doli nga spitali vetëm me një plak në gjoks, e cila i kaloi pas një kohë dhe filloi të rritet mirë e shëndetshëm, pa operacione tjera dhe pa medikamente. Sikur edhe në krijimin ton, Zoti e përmbushi premtimin e tij ndaj neve, por ama a e përmbush njeriu premtimin e tij ndaj Zotit? Ai ma plotsoi dëshirën dhe ma dëgjoi lutjen time. Tani më mbeti mua të realizoj apo jo zotimin e dhënë. Edhe unë po. Më njëherë nisa me studimet e feve. Studiova në tërësi fenë qifute, pastaj kalova në krishterizëm, edhe pse ishte feja ime e dikushme. U thellova në hulumtim dhe studim mbi të, sidomos këtu doja të gjej veten, nga se kjo do të më kënaqte mua, rrethinën time dhe familjen time. Aty më kaluan vite dhe vite, unë gjithmonë me libra në dorë. Sa më shumë që futesha në teologji, më krijoheshin pyetje të shumta. Shkoja te priftrinjt e mëdhej, u parashtroja këto pyetje, ose më përgjigjeshin sipërfaqësisht, ose fare. Kalova te prifti i kishës ortodokse greke, e njëjta. Përgjigjet i kisha të njëjta. Te kisha romako katolike, nuk gjej përgjigje. Asnjëherë nuk i nënshmoja, as nuk i atakoja, por gjithmonë ju thoja faleminderit dhe kthehesha. Derisa rash në kontakt me Islamin, me Kur'anin. E nisa leximin në të dhe pash një dimension tjetër të strukturave të fesë. Pash se linja midis krijesës dhe krijuesit ishte qartës e ndame dhe se edhe vetë profetët kanë nevojë për faljen e Zotit, e lërëma që ata të falin tika. Një çështje interesante. Nisa studimin e kësaj feje dhe ja,
po e ndjej një qetësi dhe rehati që vetëm një herë e pata ndjej në jetën time, edhe atë kur ju luta Zotit për vajzën time. Sa më shumë që thellohesha në studim, aq më shumë kthjellesha, aq më shumë kuptoja dhe aq më shumë pushoja. Më besoni, nuk mundesha të ndalem nga të lexuarit dhe të hulumtuarit, derisa arrita te Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Të dëshmoj o Zot se je i vetmi një, dhe nuk ka fuqi e as madhëri sikur ti. Dhe dëshmoj që pejgamberi Muhammed është i dërguari yt dhe robi yt. Elhamdulillah, ju nështrova Allahut tim. Elhamdulillah, u bëra musliman. Dr. Lawrence Brown tashmë u bë studiues i feve, profesor i medicinës edhe musliman. Fitoi shumë tituj të kësaj bote, por edhe një titull tjetër që e kaplon dynjan dhe kalon përtej saj, dhe u bën Doktor Profesor Lawrence Abdullah Brown. Që nga ai moment, ai e mori familjen e tij dhe shkoi në Medine el Munawwara, në qytetin e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Ai ndjeheshte atje shpirtërisht më mirë, më afër pejgamberit të Allahut. Atje ndërtoi një spital dhe vazhdoi t'ju ndihmoj njerëzve me aftësitë e tij. Jashtë orarit të punës, ai merreshte me shkrim dhe lexim. Ai shkroi shumë libra, të cilat morën një honë të madhe ndërkombëtare dhe u kërkoheshin gjithandej në botë. Thuhet që përmes librave të tij pranuan Islamin afër 30.000 njerëz. Kur e pyetën se kush të ndihmoj të pranosh Islamin, tha: kur Allahu ta lëshon udhëzimin në zemër, s'ka përshkrim mirësia. Ajo është një kënaqësi që s'ka mundësi kush të e pakson apo të e largon. Unë kam parë njerëz që e lëshojnë njërën fe dhe marrin një tjetër, por ajo është vetëm transfer këndej e andej, pa nurin e Zotit. Bismillahirrahmanirrahim. Atë që Allahu e drejton në rrugë të drejtë, ai është i udhëzuar, e atë që e len të humbur, për atë nuk do të gjesh ndihmtar përveç atij. Sadaqallahul Azim. Mik i dashur, që tani më dëgjon, e sa libra i ke lexuar dhe i ke shkruar ti, e që je udhëzuar në fenë e Zotit? E sa fakultete i ke mbaruar që je bërë besimtar? E sa vite ke bërë hulumtime shkencore që ka arritur të njohësh Zotin? Besoj se nuk ka nevojë të përgjigjesh, nga se përgjigjen e dim të gjithë, por neve Allahu na ka udhëzuar që nga lindja. Çfarë dhurate e madhe! A nuk duhet t'i thuajmë faleminderit? A nuk duhet t'i thuajmë elhamdulillah? Thuaj tani elhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Projekti i realizuar nga Xhamia Vil. Përktheu, përshtati dhe lexoi Bekim Alimi.